Të paktën edhe për 2 vjet, misioni EULEX do të vazhdojë të mbështesë institucionet përkatëse të sundimit të ligjit në Kosovë. Pas 17 vjet qëndrimi e operimi, Këshilli i Bashkimit Evropian ja zgjati praninë në Kosovë deri në qershor të 2027-s. Ani pse vlerëson se misioni i EULEX-it ka luajtur rol kyç në ndërtimin e institucioneve të drejtësisë, politologu Elbasan Osmani tha se vazhdimi i mandatit s'ka qenë i nevojshëm. Konsiderohet që në fazat të hershme ka qenë më i nevojshëm, ndërsa llogaritet që tani institucionet e Kosovës kanë kapacitetet e mjaftueshme për të ndërtuar një shtet ligjor në mënyrë të pavarur. Megjithatë, prezenca e EULEX-it në Kosovë, sipas profesorit Basri Muja, lidhet ngushtë me gjykimin e krerëve të UÇK-s në Hagë. Duke i parë dinamikat e funksionimit të kësaj gjykate, mendoj që asaj do t'i duhet edhe një kohë për përfundimin e proceseve të filluara dhe rrjedhimisht kjo do të ndikojë pastaj edhe në jetëgjatësinë e misionit të EULEX-it në Kosovë. Andaj edhe ndikimi në gjykimin e ish udhëheqësve të UÇK-s druajnë se mund të jetë negativ. Sidoqoftë në njoftimin zyrtar thuhet se vendimi nuk duhet të interpretohet si shkelje e pavarësisë dhe autonomisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve që veprojnë në procedurat gjyqësore brenda EULEX-it. Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX, u krijua në vitin 2008.